Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi, nga kjo pamje e bukur ju tregoj që kemi ardhur në lofts të Gjelonit. Hajde po shkojmë me pamje nga i tërë fshati, më pastaj takohemi brenda fshatit. Po fillojmë nga ky liz i bungut. Është i bungut ande? Po, i bungut. Kom nismi mësuesanet më të madhe. Fshati për ndryshe e ka një shtrirje bukur të madhe, por që është i braktisur më të madhe, është shumë. Po shpresojmë, veç kujdes. Kujdes. Po shpresojmë që kemi me arrit të pakten me taku ndonjërin prej banorëve me na tregu diçka për fshatin, për ndryshe do e komentoj ashtu siç unë e shoh. Çfarë është kjo? Shkolla Liria. Objekti, siç po e shihni, është i vjetër me çdo fshati, pro është i braktisur, i lë masdore, po besoj edhe numri nxoncave veç po dihet. Infrastruktura është nivel, mungojnë trotuaret, është tipik fshat. Jem të e po nga larg xhamin atje në atë pjesën, po duke me pas pak më shumë shtëpi, po i him kështu rend, me që edhe fshati është pak ma i vogël, ashtë e kam fjala për shtëpi, e krym shpejt. Bakti, sa bukur ja japin një ngjyrë fshatit kur i shoh kështu të kollot, fokosandi, sa copa 167. Ku me gjetë pronorin se? Sa veç i kanë lëshu kështu edhe i kanë shtëpi të afër, shumë mirë. Pse e kanë hidhë këtë tabelen, lots, pse e kanë lënë kështu, hajde një fokus. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin lots. Ka donacioni i bankës botërore. Edhe komuna e Gjelonit. Sa shtëpi e lezetshme. Shefenin çfarë pjesë e ka shtëpin. Është një fshat shumë interesant. Si, mos përshëndetje? A na fol një diçka më pyet për fshatin? Për një me? Ju përshëndes, çdo të mirë. Edhe jo. Fshati si mos me qenë komunën e Gjelonit, jam mësu me fshatra të mëdhaja, kështu me shtëpi, atmosferë, infrastrukturë, ndërtime, e shumë çka tjetër, e ky po që është tipik fshat. Fokos bjeshk, male, sa bukur është veç po du për kurreshtje me u afru. A të bëj vetë myti. Me orë këto me qëndru për qef, si vizit, unë në fakt edhe këta 2 djemë që i përshëndeta ishin vizitor, po shok kështu që po kalojnë shumë, po vim, po qëndrujnë këtu, por që nuk afrova me i pyet më shumë se, po besoj, po mendoj që nuk dinë se çka më na tregu për fshatin, edhe në fund të ditës nuk janë kompetent. Sigur të kishin qenë banor në rregull, ja, pro.
thot mikashi. Po mujtë edhe për mos me po që ashtë të tërtë se thot mishtine. Edhe një tjetër rrugicë, por që nuk ka shtëpi. Më shumë fokus fshatit, pamje nga fshati po marrëm. A jem të e po për një qenë që atje largë. Doruntina! Më do këse më thirë. Ka konë të i tregu që orë Doruntina. Po në ju marë, po jo ku jeni se. Unë e po vi çdo ditë. Pra si që po e shini thuja se gjitha këto shtëpi janë të boshatisëra, një vizitor për paka mirës më tregoj që momentalisht janë 10 familje rezidente brenda fshatit. E kemi shumë problem sot me taku banor, unë jam e kënaqshme, e stër kënaqshme nëse arri me bisedu me një ose dy. Me që është fshati i vogël, kur e them është fshati i vogël, e them kuptimin me pak shtëpi, me pak banor që janë brenda fshatit, se për shtrirjet e fshatit e ceka që e ka një shtrirje bukur të madhe. Jam pranë objektit të xhamis, një objekt shumë i bukur, përveç kësaj e ka dhe odën e fshatit, tashme po e dini për ditë e mira dhe jo të mira. Urojmë dhe shpresojmë që çdo herë kanë me përdorur për ditë e mira, jo vetëm këtë fshat, po në secilin fshat, që ne ju bëjmë vizitë. Shifeni pamjet flasin vetë, unë u kënaqsha më të vërtet të i shiju këtë pamje, tamam natyrë, afër bjeshkëve, moleve, kodra, do thot fshati është tipik fshat, edhe qka tjetër për atë sa më karo me i vizitu fshatrat gjithandej Gjilanit, mund të më thonë lirëshëm se është fshati me i boshatisëri, deri me tani qka unë ju kam bo vizit, me të vërtet edhe jam habit kështu, jam hamend se si një fshat në komunën e Gjilanit me qenë në kësi gjendje. Po provojmë tek kjo shtëpi, apo e gjim dike me që ka makina para derës. Besoj është në i kosh. Jam të i pa edhe 2 traktor, po më pëlqen edhe kjo pushimurja, po edhe kjo knip, pra pa ondit. Shefene, farfatëm këshin dollë qëtë, o më kënoq. E që të kur t'ju bënë në i kosh nervaz, veç, veni, rreni, qëtësi, që në kemi në lagje në kokajt. Kokajt. Jemrin e kanë kështu kokajt? Siguri. O, slikatëm. Hajde mëre. Kishim bakti, edhe normalisht bojnë edhe qenë, levizi ka shumë pak, po më duket që e ka marrë në fund të Kosovës. Aq ashtu po më duket, e kam një ndjesi. Kush është kjo policia? Policia e Kosovës. Respekt. Tash më ndihem 100% e sigurt. Policia kufitore, ofër kufirit. Tash më ndihem më sigurt se kur. Oj, zoti shpis! Sa shtëpi e lezetshme kjo, shumë e bukur. Edhe diçka tjetër. Revizitori më tha që me që është braktis fshati shumë, ka ndërtu villa. Pa ndoshta heq, po është pjesa shumë e bukur, shefeni sa o bërë e bukur, shtëpi perfekt, me të kënaqë syni. E këtë e pas ka naj punëtëri, po ndre qka kira, qka? Si kemi mbet kështë, rrugës e vetmuar, unë e po ece, të kërku banore, s'po mëj me gjithë. A ju pëlqen emisioni kështu pa banurve që në? Që bona bajat. Ja, dorin do e hekum. Do marrëm pami sa ma shumë. Po, anite si pam, hajde. Pas kem edhe një 3-4 shpija, po më do këtë të poshtë. Qka shkelja, se jem shumë me tut. Apo tut është e? Unë e po vallojnë. Këto, nga momenti në moment, mundet me në dalë. Naj, qenë, mos. Pa, ka zdita me shku e dhëne. Po këta kështu dhe knoqëm me këtë pomje, ku ka ma mirë. Qetësi, sta prish kosh. I pas kemi edhe disa shtëpi, por që keni parasysh, shumica veç nuk jënë këtë.
Me të vërtet është një fshat pak për të friksu, shefeni se si ka mbet, shtepit ende janë qysh janë ndërtu dikur, pra ndërtime para shumë viteve, ata cilët tashmë janë largu, i kanë lënë kështu dikush dëm për kujtim, me i pas, vinë e kalojnë ndonjë vikend këtë, se cili e dim punën e vetë, një grujem të e po jashtë, të punu, hajde po provojme për shëndet. Veç largoj e kamirën një herë deri sa unë të flasë me të, ti të regoj. Po në mbarë! Si jeni? Okej. A je mirë? A je lodhë? Që e mirë. Shefe, si dikur, lullat e pranverës. Ama mirë është kështë me i lënë disa fshatra. Këto kujtimet e vjetër. Ka i të shkuti? Aneja? Unë e dish tak nej. Hajde me tetën ka dole. Qashtë? Coca. Edhe një pjesë tjetër e bukur e fshatit, po marrëm pomje. Jo, pa me rakre, nuk qesën ka mirë. Unë nuk i marrë njerëzit me zërë një intervist. Jo kuptoj. E qëto shtepive shta bëj kështë një pytje. A ka njerëz? Në ta në ta? Pritet shpijen brenda fshatit. Që sa o braktis fshati kështë ka të shumë? Primas luftës. Kam jam sy më rënë e kalë zëmërin të më dika. Kënejnë e po a jënë kësajdi njerëzit. Edhe dikon po nihen baktit ato zilet që i kanë qafë, shefe krejt të punu, dhe të jenë vegla pune, kënej drut, të pek, fshat, si dikur, kam jamojt. Sot, veç dojme me marrë pomje nga këj fshat, është një fshat pakës më ndryshe prej fshatrave që jemi mësu shefeni, pra, kjo u kanë kull me siguria, a shtepi. Kjo që kam bet gjysme e rrenuar, kolmat për toke. Pra, e thash këj në fillim fshati është shumë i voshatisër, e kam braktisë me të madhe. Kanë bet vetëm shenjat dikur se si kanë jetu. E thash edhe ma heret, unë po e përthekoj kështë fshatin, tani shkoj prap në për rrugica që isha, në mënyrë që rastësh mos po kam fatin me taku në i banor, që është me thirë po nuk më shenë. Shkojmë kështë poshtë, po e përfundojmë këtë rrugicën. Që sa s'kom po kështë rrugica. Se kalon komuna Gjilonit kështë edhe një barijem të e po. Kështë me po qëtashem të po bëllë, që i ka pisanat bëllë largë, po qysh me mriu në që atje.
që s'po i di rrugicat, kam qet anej, kam qet kënej, është shumë vështirë, problem është. Po të bo, qka të munem mirë. Qëfar fshati. Mund të më thonë lirëshëm është fshati, deri me tani që ne ju kam bo vizit, ma i lomi mazdore. Këto ka qenë një arsye shumë e fort që është braktis kaq shumë ky fshat, këto muret me bolt që kanë ndërtu. Ma të fort e ki qëto se sot në banis. Që kje, ku me ditë sa vjeqore është? Hajtë shtyje? Që që është veprimi dhe kondër veprimi. Na e shtyje murin, aj na shtyje neve sa na e shtyje ato. Na shtyje u kuptum që a thash. Wow, qena, a qenë. Jemi të e pa kullen, e cila është ndërtu para shumë viteve, nuk e di se sa vjeqare mundet me konë, ndërtu me nga bolta, në anën tjetër hamori. Ky është hamori? Apo? Supozohet, hamori ose koshi? Jo, koshi është anej propatije. Veç po i morëm po mjet, edhe po kalojmë, po mdelë më në i sen. Sa interesant. O, hajde me rënaj po mitë të. Të shku nuk e di as vetë. Kesh ka thej në ma heret. Të e thyt qofën për pak. Qentë gjitha ndej. I poshë ma heret një dy të shorët. Ndorë të zotit. Kisha për të shmëri tjera, one. Në komun gjilonit ju mësun në për... Qena? Ik. Edhe një tjetër kosh, dën fakt, sa ndërtimet vjetra që kanë mbetë në këtë fshat. Dyrt që kanë pas këtë në herë me drosa, ju ka normalë me po. Sta që kena bo dyrt në uqelen vetë, rrugt, sa koqet, si dikur. A është që gjamia? Gjamia e rea, a e vjetra. Kjo gjamia e vjetër. Dhe të fshotra i kisha gjëru, që ka na dëllë që kë. Ndës gjatë ma dorët. Thot fshati është ndër fshatrat më të braktisërat të kësaj komune. Pra komuna nuk e ka marrë parasysh si fshat dhe banorët në një farformë janë detyru me lëshu fshatin me të madhe, sa që asë edhe një pul nuk e pash. Fshati ishte ky, si që edhe e pat, po besoj keni pas pamje mjaftueshëm nga ky fshat, e nga ky fshat pikërisht unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.
takohemi në fshatrat e bukura gjithandej Kosovës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!